mendoj që ballotazh, ka me pas ballotazh, ka me shku për parimi edhe Urani, për shkak se Urani në fillim se ka pas shumë intenzive fushatën e tij, po kohët e fundit ka nisë është intensifikuar shumë fushata e tij edhe ka fillu edhe ekipe në terren e ka shumë aktive. Po shën njerëz që shkojnë njerëzve në të shtëpia, po marrin mendime prej tyne në për lagje të ndryshme. Edhe është në terren ton kohën, domethënë që ka fillu pak me u ngjall fushata e tij, e që besoj që ka me pas efektin e vet. Tash për parim Roma është vërtet që është i favorizuar, e para pushtetin që e ka pas, e dyta tash për mundërlidha temën e juaj që e patjo, për parimi për dallim për shpendit që i përmeni e foli bëja gigat jetoni për punën e shpendit, për parimi ka nisë projektet më dhamë Prishtinë. Për shembull. Tash a kam përfundu, ka nisë rrugën A, e ka nisë... Po se ka nisë për parimi rrugën A? Jo, për parimi e ka nisë rrugën A. Mental. Rruga A ka vite që u nisë. U blokun kohën e për për parimi e ka nisë rrugën A. Aje projekte kanë ekzistuar në fshi, në bo, po, kjo e ka nisë rrugën A. Edhe rruga A është në implementim e sipër. Në përfundim. Plus asaj, në përfundim një pjesë segmenti, një segment, se në 2 segmente kjo shkon deri në Bresje. Edhe del të zllatar në altë atje. Dhe më thonë, përveç kjo segmenti prej rrugës të Veternikut... Për me shliru qytetin, për me... A me B. Një, dyta ka nisë rrugën për rrethit madhë, që është stacioni autobusa për Mije Kurull, për me dalë në Vranjev, se e leton shumë edhe aty, dhe më thonë, është një rrugë shumë strategjike për Prishtinën. Tash tjetër që e kanë shantazhu, e kanë sabotun një farforme qeveria. Shumë e kanë blokun, shumë procese. Pastaj, që ka pas projekte tjera interesant? Për shembull, ju duket e vogël... Gjeni projekte, se po më interesant. Jo, po do me thonë, ka njës projekte. Për shembull, renovimi i tunelit Nërkurez. Është e vogël. Për hir të vërtetës, që s'ka treqate. Jo, është e O vogël. jetona qëtu jetojnë, amëre. Jo, renovimi u bo. Okej, një renovim nuk ka kur farë detyre O veç parë. Unë kesh të folë për projekte kapitale të O veç që ka renovu kur që tjetër s'ka bo. Kesh të folë për projekte kapitale, jo për këto renovime që... Se këto ka shumë, po me Këto janë thonë. renovime. Jes, dhe më thonë, janë disa projekte që kanë fillu, e cila dhe më thonë shumë projekte me rëndësi për Prishtinën. S'kam përfundu. Është vërtet që s'kam përfundu, ka pas pengesa. Ka mujt me bo ma shumë, e përmene pak ma herët, budget ka pas sa dush. Po në disa qështje e kam bloku edhe me gjykatë. Dhe thonë që s'ka mujt me... Për nashta jo deshve me ledzu pak para se mjanis projektit, me ledzu se qka lejo, qka nuk lejo. A i ka bo mirë sheshin. A i ka bo mirë sheshin, mendimi jam personal. Po. Unë nuk po thëm që nuk do të me pas shesh. Edhe nuk po thëm që nështë të sheshi nuk do të me konë të eri të rrethi flamuri ko të shkolla mjekësis, të rrethi vjetër i flamuri. Dhe të rrethi flamurit ka thënë mandatin tjetër. Jesë kërje, unë s'po thëm që s'duhet me qenë, se sa ma shumë që ka shesh për qytetarët edhe vend, ku qytetarët me ecë është ma mirë. Mirë po, do të me mendu, masanej edhe qështjen e komunikacionit me zhjith. Qa ka mujt me bo aty një sen që ka mujt me bo shumë thjesht, momentin kur të e prish atë rrugë se kime prish me bo shesh, bo në përfunit tunelin, le rrugën e cila është, ama veç futën në tokë, le të qarkullojnë makinat, njerës le të qarkullojnë për mi, është dhe me thonë, shumë qytete e kanë bojë s'to. Shumë komuna e kanë bojë, në plët komuna ka në nkalime që i kanë bojë, i kanë... Për vetura. Po, për vetura dhe për njerës, është se shqyshe e kanë regulluata. Kur të më vjenë rane. Ka dhe për vetura dhe për kejtë. Dhe me thonë, ka pas mundësi edhe matë mira për me i regullu këto qështje. Tash, ku shefiton, Urani ka një plan, ka një ide interesante për Prishtinën, e ka një strategji interesante, e ka një fushat që e ka shumë intenzive kote fundit, edhe unë besoj që ka më shku në balotazh me përparimin. E tani balotazhi është pak problematik. E këtu tash lunë roli i Albin Kurtit. I Albinit, për shkak se Albini mendoj që pikrisht Hajrullajnë e ka qitë për qëtë punë. Për shkak se ati duhet me kriju partnerin me zgjedhjen në Prishtinë, partnerin për qeverisin. Pa u lodh, Hajrullah Qeko ka një hisën për Prishtinë. Shtu i bjen? Pa u lodh heq, as në fushat, as pa u mundu, i bjen që në fund zgjedhjeve, Hajrullah Qeko e ka një farë hisë të drejtimit në Prishtinë. Jo, Hajrullah Qeko e ka Albini. Oke, dhe su në flasë kandidati që garon. E përdor. A i tash, ose
Cilin do kandidat që të mbështet masane vetëvendosja në ballotazh ai fiton. Ka një numër të madh të votuesve në Prishtinë. Edhe ato ka me pas partner në Severisje. Kështu më nej. A e interesu me fort për kjo mendimi jam. Veç pak, se ka dhe diçka, po nuk kena shumë kohë, po kena me folë drenasin, se është pika ma e nxehtë. Kështu në orë. Po jetën që ake të Një gjo duhet me qarcu. Për shemull, në nkalimi të rruga Agim Ramadani që është ndalu pej Qenkos. Hajrullah Qeko. Qenko. U koni kere kam pas italian 500. A më nuk është mbjem me Hajrullah. Po, ja kanë ndalu për shkak që është ka mbetje të arkeologjisë brenda në tokë, në një, në dy. Puna e sheshit George Bush, për shembull gjysa rrugës kënej ka dalë e mbrojtëne, gjysa e kënej e pa mbrojtëne. Fill mas kësaj, Shpend Ahmeti e ka ndërtu parkingin në toksor. Dhe më thonë, vitë që aja rrugë është mbrojtje trashimisë. Edhe ato gjysa? Vitë gjysa. Ajo është pali vendem shumë. Arkitekt ju desh me ditë këtë sanë. Nuk po e arkitekt, është sabotimit. Këtë to kanë një zanafile ka kanar. Për shemull, komplet tarasat me ardhin e përparim Rames në shesh, janë hjek. Gjitha tarasat. Duke përfshi edhe tarasën e Sfiz Diamondit. Po piharojna, krejt stacionet e autobusav janë bot të reja në Prishtinë. Kjo është e vërtet. Cili stacioni autobus? Janë bo në vazhdimësime, mos bohemi mohus. Për shembull, janë bo... Nga ja për ditën se këtu jeton edhe pishe vetë. A, unë i shot mijat, më kjo të t'i kalë 10 vetat. Për që ku pishe atja të tua, se na qëtu për jetojnë. Ty edhe a për ditën të marrë qes ngere, unë qej thëmë preke, o, s'ki ko, nuk i ko ti me shëtit Prishtinën me nga ditës. Nuk i ko, s'ki ko, nuk i ko, nuk të fremton koha mund që ti mund Prishtinë. Te tuneli, po thojna që po i shkurt, s'ka bo kur gjë, po i shkurt të konë edhe në kohën e Shpendit, kjo se ka zgat, qa që konë, vitë qashë së shtre në bu, se ju pe minimizani, po e ka bo për i shkurt. Po dhe i qatë sa u konë, s'ki s'ka e përë. Për shemull e ka bo sheshin në rrugën Recep Luci. Ja, për sheshta, t'ja jep dorë sheshit. Recep Luci. O qatë qështë. E ka bërë një shesh për... Kënë nuk mënet me zgatë, sa e lastik sashtë. Me bërjen e shesheve, qka ka shkaktu? Se edhe barnat e kanë... Që ka shkaktu? Që ka shkaktu? E ka bërë një shesh që ka bërë tani më ndej. Ka blokuar në tjera. Projekti një kryetari vjen me një vizjan kur del ti me ecën? Kur del? A ki kur ti me dojnë me ecë? Une nuk i kam prioritet makinat absolutisht. E që shkrej qyteti më së pas prioritet makinat të jetojnë? Aje ka percepcion, aje ka projekt, aje kur t'ka orë para 4 vjetë. Që të kushtet tjera jeton. Para 4 vjetë ka thonë. Gjyta marrë në livre me ledzu që shtojtja, aje me pas autobus me ledzu. E ka pas në plan program prej grandit dhe të rrethi flamurit ku me bo shesh. Ty të zanë që se ledzojna, e vërdet. Pse po dënë me bo shesh, ka thonë ku më maru gjamia, që shja këna kriju një shesh katedrales, kam për t'jam dërtu edhe një shesh komunitetit musliman që është 90%. Edhe se bëj pa javë bo. E ka dhonë lejen për dërtimin e gjamiës, kom javë bo edhe sheshin komunitetit musliman që është maj madhe, edhe jem dakord njeri ka të regu me ko. Ska bërë politikë populiste, se s'ka të regu që cila është zgjidhja e blokadës. Jom prioritetet kryetarit,